I filluar 2 vite më parë, kampionati i futbollit në rër Beach Soccer është rikthyer përsëri në plazhin e Velipojës duke zhvilluar edicionin e dytë për sezonin veror 2026. Aktiviteti i organizuar nga Bashkia e Shkodër në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit ka luajtur ndeshjen e ditës së parë, ku mes 8 ekipeve të ndara në 2 grupe, A dhe B. Figurën më të mirë sportive e ka bërë ekipi Velipojës me trajner Besnik Ndoj, i cili si kampion në fuqi në ditën e parë regjistroi 2 fitore të thella, duke qenë pretendent kryesor për trofe. Me këtë kohë pushimit, kemi mendu me ba një futbollin në Iran, është traditë e Shkodrës dhe jam i kënaqur sepse janë gjithë ekipet e lagjes e Shkodrës si marrin pjesë këtë kampionat dhe mendoj si është një shumë i mirë, por qetësia me thënë drejtën është jashtëzakonisht e lartë, si më ka surprizuar në këtë vit, kur ndeshjet janë shumë forta dhe janë lojtarë që luajnë futboll në Iran dhe ja dinë man këtij lloj sporti sepse ka specifikën e vet. Rana është një sport që përveç anës fizike do të thonë teknike për me luajtur këtë sport dhe jam i bindur se vitet tjetër edhe shumë më i bukur. Shpresojmë shumë që vitet tjera të bëhet edhe në kombëtar, që ndoshta në gëzim shumë më të madh se ky. Është sezoni i dytë që bëhet në Velipoj. Ka një zhvillim shumë më të mirë se vitin e kaluar. Po vazhdojmë, janë 8 ekipe që janë pjesëmarrëse. Sot u zhvilluan 2 ndeshje. Velipoja pikë që do të thotë kam theksuar dhe në parë Vllaznia miksim me Vllaznin. Bëm 2 fitore, jemi pretendent edhe herë ta fitojmë këtë titull. Ka goxha konkurrencë, deri tani po shkon gjithçka mirë.